Profesor, vetëm 3 ditë stërvitje, ndërkohë që keni ndeshje shumë të rëndësishme përballë Bylisit, ku Tirana do të kërkojë maksimumin, preferuar edhe rivali që ka, por edhe pikëve në tabelën e klasifikimit. Okej, radhë të parë përshëndetje për të gjithë ju që jeni të pranishëm. Duhet të falenderoj presidentin dhe drejtuesit për besimin e dhënë. Jam i vetëdijshëm për ecurinë e skuadrës, kam marrë me shumë përgjegjësi skuadrën, sepse skuadra gjithandej ka shumë tifozë dhe unë jam i motivuar jashtëzakonisht shumë të udhëheq këtë skuadër dhe të rikthej drejt fitoreve, sepse mendoj që meriton kjo skuadër. Atëherë, po janë pak ditë realisht, pa kërkuar justifikime, jemi munduar që të analizojmë skuadrën kundërshtare, skuadrën e Ballshit. Është një skuadër e cila lufton shumë, por gjithashtu edhe ka një del shumë shpejt në tranzicion apo në kundërshtim. Jemi munduar që të përcjellim sa më shumë informacione tek grupi, skuadra. Gjithashtu jemi munduar që t'japim edhe një plan për të shkuar drejt portës kundërshtarit që të fitojmë takimin. Sa të vështirë do ta keni duke pasur parasysh që nuk e njihni skuadrën, normalisht merkaton ka bërë dikush tjetër, ndërkohë që jeni të paktën deri në janar do të vëzuar të punoni me këtë gruptar që keni në dispozicion. E njoh shumë mirë skuadrën, sepse kam përcjellur kampionatin shqiptar shumë, kam analizuar skuadrën, kam analizuar edhe kualitetin e grupit, jo rastisht kam marrë skuadrën, kam besuar fort tek e çunat. Mendoj që klasifikimi nuk përcakton kualitetin që kanë ata dhe besoj fuqishëm që me grupin gjëja e parë që më intereson tek grupi të kthejmë besimin dhe të kthejmë shpirtin e fitorëve tek kjo skuadër. E theksuar që e njihni skuadrën me këtë grup dhe këtë kontingjent lojtarësh që keni në dispozicion, cili është objektivi që keni me këtë Tiranë? Objektivi në radhë të parë është të kthej besimin te grupi, të stabilizoj skuadrën dhe të fus atë mënyrën apo filozofinë se si dua të luaj unë me këtë skuadër. Kam besim të plotë tek kualiteti i grupit. Nuk e them që do të jetë lehtë, sepse futbolli vërtet don kohë, por do mundohemi unë bashkë me stafin tim në mënyra të ndryshme sa më të shpejta që të fusim atë filozofinë se si dua të luaj unë. Si është gjendja e skuadrës, qoftë edhe psikologjike në vigjilet duelit kundër Bylisit? Në fakt, këto 3 ditë jemi munduar që të punojmë në aspektin psikologjik më tepër, që t'i kthejmë ata të besojnë. Besoj fuqishëm që ata nesër do të bëjnë një paraqitje shumë të mirë, duke me shumë përkushtim dhe ta fitojmë takimin që ngadalë të nisemi drejt qëllimit apo objektivit tonë. Profesor, këtë sezon Tiranën provoi ta drejtonte fillimisht Vangel Mile, më pas dhe trajneri Bordin. Tashmë është radha juaj. Çfarë keni ju ndryshe nga dy trajnerët e mëparshëm? Okej, unë duhet të falenderoj dy trajnerët, sepse skuadrën sipas statistikave apo GPS-ave pash që është skuadra e përgatitur mirë. Kjo më bën të besoj edhe më shumë që ata janë të gatshëm në aspektin fizik të luftojnë. Kështu që thjesht do të mundohem që të fus filozofinë time me grupin që kemi, apo duke munduar që secilit futbollist t'i marrim atë mirën, t'i shërbes skuadrës, që skuadrën dal ngadalë ta kthejmë atje ku dojnë ta shohin tifozët tanë dhe unë kam besim të plotë që do të arrijmë. Fakti që keni studiuar skuadrën, nga ajo që keni vënë re ju, cila është pika, po themi, më e dobët e Tiranës deri më tani dhe ndoshta pika më e fortë ku do bazoheni në ringritjen e Tiranës? Do shoh nga i momenti që e mora unë skuadrën, nga ndeshja e nesërme do të analizoj çdo grup, pa diskutim që aty ku kam menduar se ka çaluar skuadra, jam munduar që këto 2-3 ditë të përmirësojmë gjërat. Nuk e kam shkopin magjik që të përmirësoj për 2-3 ditë, por besoj që në vazhdimsi, me shumë profesionalizëm, shumë disiplinë dhe shumë pasion të ta bëj këtë punë për ta çuar skuadrën atje ku mendoj që meriton. Debutoni me Tiranën përballë Bylisit, një skuadër që është, po themi, në fundin e renditjes. Lajmi i mirë për faktin që debutoni me një skuadër në letër të dobët, apo lajmi i keq pasi përballeni me një skuadër që i duhen pikat? Futbolli nuk njeh kundërshtar të dobët, ne duhet të bëjmë maksimumin në ndeshjen e nesërme, shumë përkushtim nga secili futbollist, maksimumin nga të gjithë, duhet ta duam të gjithë fitorën dhe nëse arrim ta duam, ta luftojmë, ta besojmë fuqishëm të gjithë, atëherë besoj që do të arrijmë.
Duke qenë se është rasti i tretë i trajnerit të ri të Tirana, a keni marrë po themi një premtim ose një fjalë dhënë që të besohet ky projekt deri në fund apo rezultati do të jetë decisiv për të ardhmen tuaj? Pa diskutim që trajnerin e mba rezultati, besoj fuqishëm që ta arrijmë, nuk e mendoj në asnjë moment dështimi, mendoj gjëra pozitive dhe besoj fuqishëm që do ta arrijmë. Me qenë se është dalja e parë publike e juaj, keni një mesazh, një apel edhe për tifozët bardhëblu? Po, patjetër unë dua që ata të vinë të mbështesin, nuk kanë munguar në asnjë stadium sepse i kam ndjekur. Në këtë moment ata i duan shumë skuadrës, ata i duan shumë futbollistëve e jena na mbështetni sepse besoj që kjo skuadër do t'i bëj krenar siç ata e meritojnë. Profesor, suksese! Faleminderit. Suksese!